Kthehemi në studio me pjesën e dytë të emisionit, pjesën kontaktuese. Ku ju të dashur shikues e dëgjues, si gjithmonë mund t'i bëni pyetjet drejt për drejt në numrin tonë të telefonit +383 454 71848, drejt për drejt në numër ose edhe në Viber e WhatsApp, si dhe tek rubrika dërgo mesazh në webfaqen tonë të internetit. Pyetjet i pranojmë gjatë gjithë kohës, telefonatat gjithashtu. Përparësi kanë telefonatat, për çka ju presim si gjithmonë për durim, derisa hoxha është duke e dhënë përgjigjen e pyetjes paraprakë, pra qëndroni në linjë kurdo që na telefononi ose na telefononi përsëri në mënyrë që të bëni përgjigjen e duhur në lidhje me pyetjet tuaja, ose pyetjen qofshin ato pyetje për emisionin, për temën e emisionit ose edhe për diçka që ju keni nevojë njohuri më të përgjithshme për Islamin dhe rreth Islamit. Derisa regjiat na bën me dije për telefonatat ose telefonatën e mundshme, ne nisim pjesën me pyetjet tashmë të dërguara me shkrim. Kemi hipur duke në sezonin e verës, edhe interesimi tash është pyetjet për ka vera. Pyetja parë thotë kështu: a është i lejuar për avdes uji i dusheve në pishina ose ndeti, apo duhet të marrim avdes në banjët e hoteleve ku qëndrojmë nëse duam të falim namaz? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Faleminderit për pyetjen, faleminderit gjithë ata që na dëgjojnë, na shikojnë, ata të cilët na dërgojnë mesazhe, dikush foto edhe dikush mesazhe edhe përshëndetje. Faleminderit gjithëve, Zoti ruajtje është përbleft. Po tash, nëse është çaj ujë që e shohmi, është ujë i pastërt. Domethënë, nuk mund tash më marr përgjegjësi çfarë uji është ai. Po mendoj që do besoj që është ujë i pastërt që lejohet të marr avdes me to, nëse është çaj uji që vjen prej detit, uji i detit është i pastërt, edhe lejohet të marr avdes, edhe nëse kemi nevojë më pastruar. Tash nëse don për shkak të kripës, për shkak të higjienës theksuar, don me pas më theksuar, mundet me vazhdu me ujë në hotel ose në banjo kur shkon në hotel ose në dhomën ku ai banon. Përndryshe i lejum edhe nuk ka problem me marr avdes dhe më fal me atë ujë. Allahu dhe më smiri. Vazhdojmë me pyetjen e radhës. Thotë si të veprojmë me paratë të cilat që 3 herë po ja ndajmë prindit me shku në haxh, por ai s'po pranon. Duke thënë se paratë në fjalë do të doja të jepja për ndihmë, për çka ne edhe s'po jemi të para, sepse në vazhdimsi japim ndihmë, japim sadaka. Çfarë bëjmë dhe si të veprojmë me këto të kolla? Fillimisht Allahu pranoft sadakan dhe ndihmat e juve që i jepni, edhe gjithë atyre që japin dhe kontribuojnë. Pra pyetje me përgjithësi dhe pyetje që tash pse prindi nuk shkon haxh, fetaria e tij, shkolla e fetarisë tij, edhe të ngjashme. Po tash nëse vitin e parë është provu me shku, nuk ka pranu me shku, atëherë e lam qashtu. Nëse ai nuk don me shku sa t'jen gjallë, atëherë mujmë me ja kry haxhin, mas vdekjes tij, me çu dikon zëvendës ose bedel për te. Po nuk ka mundësi me kry haxhin sa ai nuk don. E tash ato parë janë të aty ne veprojnë me to çka dojnë. I lanë për nevojat veta, i lanë për japin sadaka, nuk do të thonë që mi dhon sadaka ato parë që kanë marrë për haxh të babës. Nëse ai s'ka pranu. Pas babës që pas kanë dhënë. Po tash që kanë dhënë babës, i mojnë parët, e vazhdojnë biznesin e tyne, punët e tyne, i lanë aty ku i kanë marrë, edhe të ngjashme. Nuk do të thotë që nëse ata i kanë nda për haxhin e babës, në këtë rast, ai s'ka pranu, tash ta do të më çu dikon. Nuk është kusht, se është parë tyne, ata s'në zëtu. Mo pas zëtu më çu dikon, është diçka tjetër muhabet. Se ndryshon çështja. Ama asa të s'në zëtu. Parët s'ka pranu baba me shku në haxh. Mirë, parët janë aty ku mesin aty ku janë kanë. Kthehen nëse janë marrë prej kursimeve ose të ngjashme, ose investim, ose punë tjera. Kur baba i vjen urdhmi, i vjen atina që ai me pranu, atëherë shoha këta janë ngatshme dhe kanë mundësinë me çu. Tash është një dhimbje për ta që, domethënë shumë kush don me shku, po nuk ka mundësi me shku. E tash në këtë rast dikush që për 30 herë tenton me çu babën haxha nuk shkon, diçka interesant, domethënë
ai prind dhe ato familja, ai familjar, duhet me konë shumë mirë njerëz ndaj fëmijëve të vet, që ata kanë vendosur me çu babën haxh me kënaqësinë më të madhe me pranu. Po në rast që nuk pranon, për arsyetin ashtu është burr i mirë, musliman i mirë, namazli i xhamisë, ku e di çka, po nuk don, ja nuk mu thot, nuk mu ja arsye tjera, atëherë ato pare mesin ku jën kon, vazhdojnë me to ata çka dojnë me bë. Po nuk do të thonë që ata detyrimisht do të më dhonë sadaka. Allahu a'lam. Në cilat raste, në cilat raste është i detyruar, i pëlqyer, i lejuar apo edhe i ndaluar madje i urryer preja e kurbanit, për çfarë do qoftë arsyeja ajo. Kurbani është i detyruar, kur është i pëlqyer, kur është i lejuar, kur është i ndaluar, nëse është i ndaluar, edhe kur është i urryer si kurban. Po tash ato pyetjet gati se një kallabllak. Një kallabllak, gati se kuptimi i njëjtë. I obliguar është të disa dietar, shkolla juridike për ata që kanë mundësi. E kanë obligim, domethënë, në rast që ata nuk thirrën kurban, me mundësi thjerë janë mëkatar. Ka për shkollave juridike që mendojnë kështu. Po ajo që nuk kontestohet te shumica e dietarëve është që është prej suneteve shumë të forta thirrja e kurbanit në rast se ka mundësi. Kur vot haram, detyrim. I pëlqyer, e dyta, është më radhë, po ta letu pak. Hajde të i pëlqyer, tash po s'po di shumë çka më thon te këtu. Tash i pëlqyer për shembull, i pëlqym, nuk më thon është i pëlqym kurbani. Kurbani është sunet, te disa është vajib. Kur është i ndaluar, ka tjetra? I lejuar apo i ndaluar, madje edhe i urryer, nëse pret kurban po të shkon e vepër që me bot urryer. I ndaluar është kurbani i urryer është nëse ti thirr për dikon, jo për Allahun fuqi plot. Nëse ti e thirr për shembull kur një pjesë, nëse ka qëllim, është i urryer dhe edhe i ndaluar këtë rast, jo vetëm i urryer, po është i ndaluar këtë rast. Nëse dikush thirr për bereqet shtëpis, me hedh gjakun e kurbanit në temel, ka këto raste apo, edhe Allah praktikohet disa familje. Kur hapet temeli i shtëpisë ose në ndërtesës një dyqani. Okej, vetëm urryer, e ndaluar. Kjo ndaluar edhe madje për të ndaluar. Domethënë është me i bë shirk Zotit fuqi plot. Se ti domethënë lyp bereqetin ose lyp ndihmën te dikush tjetër pas Allahut fuqi plot. Këtë rast jo vetëm i rrym edhe për të i rrym edhe i pa pëlqyer edhe ndaluar edhe haram e kështu me radhë. Pastaj haram nëse nuk i ka mundësi hen borxh ose nuk edhe pse s'po guxoj me thon haram, po tash nuk ka nevojë, se është Allahu nuk e ngarkon askën me ato që nuk ka mundësi me vepru. Allahu në Kur'anin Kerim thot: "La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha." Allahu nuk e obligon askën për te asaj që nuk mund me bajt. Në këtë rast nuk kemë na nevojë koft me dhon zakat. Tash a ka kuptim me dhon zakat pa pas? Nuk ka kuptim. A ka kuptim me thirr kurban pa pas? Tash këtë janë këto kushte. A ka kuptim me shku në haxh nëse i lën familjen keq? Thonë jo. Haxhi është nëse ki mundësi me shku në haxh, tash me çmimin që është bukurinal, edhe për neve këto, edhe për diasporën tonë të dashtën, është një çmim kogje i madh. Tash ai ka për detyrë me pas do pare ma gjallë me veti, me pagu haxhin sa është i caktuar, mos me lën familjen keq. Tash nuk ka mirë në rast huazimi, dhe në rrugën e arshme, del një pagesë dikon, del një punë kryhet, këto janë të lejume, po jo tash me ngarku veten me kurban, me thirrjet kurbanit, edhe me bo kahër familjen se duhet me thirr. Pse duhet me thirr që nuk ka mundësi? Pejgamberi sa ka thirr kurban, i ka thirr 2 kurbana, 2 desh, 2 majm me brina, që shkar në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe ka thënë, Allahumma hadha li ehli wa hadha li ummeti. Ka thënë, o Zot, njëri është për mua dhe për familjen time, njëri është për ummetin tim, ata që nuk kanë mundësi me thirr. Domethënë një diçka që e kemi të kryme ata që nuk kemi mundësi. Ata që kanë mundësi, Allahu u pranon. Edhe kurbani i urrym ose i papëlqym ose i ndalum në raste që thirret për një festë pa nevojshme. Thirret për një festë që nuk është kurban. Një diçka në zotim që është bo pa vend, që është ndalum në fe. Mëran men hoxh ndërum dy çështje. Mi prej kurban me kthy dikon ato në këton. Edhe kjo, shumë mirë që ma kujtove.
Tash, kush është imam, ka shumë raste. Çka të kthen subhanallahu. Domethënë, me prejnë kurban, me kthynjën në udhë, me shprehjen e popullit. Po bre. E tash, nga pëlqy një përgjigje e dikuj, edhe ja u thom edhe vetë. Pe thom pej, domethënë, shka mi u thonë? Po mirë, nëse e thirr kurbanin ti për familjarin ton, edhe ai vdes, çka më thon, ai shoqër që e prit kurbanin, ai U kurthales. ajo kurthales. Subhanallahu. Me kthynjën në rrugë, po pse na me kthynjën në rrugë? Është Allahu që e kthen apo nuk e kthen? Jo kurban. Është ai që jep shpirtha dhe me shpirtha. As nuk ka mundësina me vënu e xhelin as me shpirtu e xhelin. E nëse thirrim jo dash edhe dele, po edhe deve dhe shkadush me thirr, dynjon me thirr, kafshë të dynjons me thirr nuk ka mundësi. Pra ata është ndalum këtë rast. Ato që të me bë familjar, me lutje, me dua, me sadaka. Ka thonë pejgamberi sa më shëroni smutë ju me sadaka. Tash, nëse ai do të me thirr kurban, me gostit dikon, me i dhon dikujt darkë dhe drek, veç për qef, diçka tjetër muhabet. Ama nëse e bën jetë që ato me kthynjën në udhë, kjo është ndaluar dhe nuk ka bazë, as nuk është e lejuar në fenë e Zotit. Allahu dhe më së miri. Vazhdo me pyetjen nuk kemi telefonat, për çdo rast po e përsërisim numrin +33 45 471 848 me Viber dhe WhatsApp, si dhe në drejt për drejt në numër të telefonit, si dhe tek rubrika dërgo mesazh nga të gjitha aplikacionet e mençura. Pyetje interesante e radhës. Thot, më kanë thonë që me bira edhe me 0% alkohol mund t'i nxjerr gurën nga veshkët brenda 3 deri në 6 muajsh pa operacion. A bën ta përdor këtë birë në fjalë, po për çështjen në fjalë? Fillimisht argumentimi me haram për një diçka që është e lejume nuk lejohet. Ose arsyetimi me përdor diçka që është ndalume për një diçka që është shëndetësore apo materiale apo tjetër nuk lejohet. Fillimisht Allahu xhalla xhelalu nuk ka bërë shërim të gjërat të ndalume. Allahu thot: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. Allahu është ai i cili ka zbritur Kur'anin ose profetin alayhis salam i ka dërguar profet me ia leju të mirat dhe me ia ndalu të këqijat. Allahu xhalla xhelal nuk ka lënë ilaç të diçka që është ndalume. Edhe plot punime shkencore tash po vërtetojnë që nuk është ashtu, përkundrazi. Po mirë, nëse është elbi, do të thonë langu i elbit, nëse është shërus ose të ngjashëm. Tash, nëse është me zero alkohol, unë personalisht as si kum pikur, as do më kujt as pijas mos e pi. Kjo është personale e jam ja. Kum pa dikush, nuk do të kemi diskutuar këtë. Dikush e pen, dikush e konsumon, dikush është drejtë e tij. Unë as i thon pija as mos e pi. Nëse ai e vërteton që ka shërim, atëherë le të merr tek to që është pa alkohol. Po në asnjë mënyrë të me alkohol. Se Allahu fuqi plot nuk ka bo shërim në gjërat e ndalume. Po mirë, ka mundësi, që ka thonë pejgamberi sa, për secilin smundje ka ilaç. Përveç vdekjes edhe pleqërisë. Tash është në aftësinë e shkencës të mjekëve me zbulu çat ilaç. Përndryshe ai ekziston. Po mirë, Allahu nuk e ka bërë kader me zbulu këtë rast për mua dhe për ty. Zoti na ruaj. E madhe mjekësisht, unë se kom një halabra që mjeku thot... Unë nuk e kom një. Për kundrazi, nëse frek mëra me dëgjuni, ose jo se lexova, dëgjova një diçka që si varpunimi ke, që do më thonë nuk është e vërtet kjo që e thoj. Po tash nëse dikush, mirë, tash arsyetimet, dikush thotë unë luj bigjez me majtë familjen. Edhe që të këtë punë shumë fisnike. Dikush thotë unë e vjedh se po du me punu diçka, me majtë, me fitu i darën, me shprehjen e popullit. Pavarësisht rrugës, që është mënyrë. Po, mënyra, nuk lejohet. Pra ata duhet me pas kujdes, secili i smut, lusë Allah me shëru gjithë ata që janë smut, më dhon jetë hajrit edhe të bereqeshme, më dhon shëndet edhe begati, përndryshe nuk lejohet dhe nuk mendoj që është arsyetim i mirë, po kjo e bojnë njerëzit, thash dikush e bën me tendencë, dikush e bën me prapavit keqe, po në asnjë mënyrë nuk lejohet. Allahu edhe më së miri. Kemi telefonat në bën me djerëzia, nëse kemi telefonuesin ose telefonuesen në linjë.
Alo, urdhëni. Alo. Rezistunë në studio nuk po dëgjoj zërin nëse kemi telefonuesin në linjë. Alo, urdhëni. Selam aleikum. Alo, urdhëni. Alo. Po, tash po e dëgjojmë. Urdhëni, selam aleikum. Po e dëgjojmë tash po e dëgjojmë, rregull jemi, urdhëni. Alo, urdhëni, jeni në linjë. Është shkput linja apo Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Po, urdhëni, jeni në linjë. Kam një pyetje për hoxhën. Po, veç urdhëni. Bëj namaz e fali farzin. A kam drejt për do selam me fëj ose më që me shku në kuzhinë me qyrë diqka? Mas kryerjes farzit, me thonë selam me vazhdo punë tjera, apo? Po, ta rajnë prapë me falë sunetin, a... Po, në rregull. Po, në rregull, jemi tash e më në përgjigjen inshallah. Pyetje tjera? Gjithë mirë edhe për ju. Aleikum selam. Aleikum selam wa rahmatullah. Po. Kjo është namazi fillon me tekbire edhe përfundon me selam. Sunet farz cili do të Do të qoftë. thonë kuf sunet, kuf farz. Fillon me tekbire Allahu Akbar dhe mbaron me selam. Kjo është rregull namaz. Nëse besimtarja, këtë rast namazlikja, faleminderit për pyetjen që e bëni, edhe pyetje shumë me rëndësi dhe me vend, e fal kuft sunetin, kuft farzin, lejohet më qunë kuzhinë, ose një fëmijë ka kërku diçka, ose dikuj mja hap derën, ose mja dhon qelsin, ose pa problem. Dikush e preferon me bë dhikrin mas namazit, mas farzit, dikush e vazhdon pastaj në fund, cilën formë ta veprojnë, është e lejuar dhe nuk ka të keqe. Domethënë lejohet dhe nuk ka problem nëse ja ngritet prej farzit, eventualisht hik diçka prej zjamit. Edhe se nuk preferohet me lënë diçka në kuzhinë, kof diçka të hapën, kof një qish me qelne, ose një diçka të vlu, shpërel qut ose diçka dhe me fal namaz. Edhe kjo ndodh shumë herë. Domethënë, për me shfrytzu kohën, lën diçka mbi shporet edhe falet. Domethënë vëmendja jonë duhet me qenë namaz. Pse zotruna është namaz ai, mundet mos meni mundesh më bëni dëm, ose me lënë fëmin dikon që mund më bëni zarar, mund më rëzu në shkallë, ose mu djeg, ose mu prevlu, ose. Le të kriju qaj proces që ti e ke nis. Koftaj i zirjes diçkaje, ose i një punët saktume. Nëse ti e falë deka është një për shembull të na, e falë një e gjys. Nuk ka të keqe kur gjatë deri sa ke kriju qatë punë, po them kushtimisht. Jo me bë adet me banu namazin. Jo me bë adet me kalu namazin për te i kohës vet. Mirë po, nëse eventualisht e kryen një veprim është i lejuar dhe nuk ka të keqe. Allahu e din më së miri. Domthon, pyetje që a kemi ende namazin se vazhdojmë pas sunetit. Namazi përfundon me selam. Po. Namazi përfundon me selam. Domthon mund të vazhdojë sunetin. Mund të vazhdojë sunetin, nuk kthy pastaj me vazhdu pa problem. Kemi telefonuesin ose telefonuesen e radhës. Apo kemi prap shkputje, po presim pak. Alo, urdhëni. A kishë në pasur numrin e hoxhës më Po, veç urdhëni, jeni drejt për drejt, pyetjet ja bëni hoxhës edhe hoxha përgjigjet me kënaqësi. Veç urdhëni. Po dosha me fol personalisht me pas policia telefon se kam një hall. Mas emisionet, apo? Mas emisionet e keni fjalën, sigurisht. Po, mas emisionet. Hoxha e përgjigj. Thinin në studio pas orës 9:30, edhe përmes telefonatës së studio. Në çet numër që ke thirrë, thini pas orës 21:30, është hoxha edhe pak në studio, edhe ja përgjigjen e duhur. Amen, bash inshallah, krejve. Nëse nuk kemi telefonat, atëherë vazhdojmë me pyetjet e dërguara tashmë në redaksi. Hoxha Dërum thotë sa janë të lejuara lojrat miqësore
kur në fund ata që humbin duhet me qeras me nga një pije, apo me nga një ushqim që është i liruar në fen tonë. Thjesht për mitësi hesapi. Nëse nuk e kurrizojnë, s'ka dert, Allahu alem. Po nëse zakonisht pe kurrizojnë ka pak. Kush hu pas e diçka. Nëse, nëse kurrizohet nuk lejohet. Po nëse bojnë shoqënisht, atëherë nuk prish punë. Me pagu kejt ose me pagu. Jo veç ekipa që i hu, ose këta grupe që me nda pak grupe me nda pak. Allahu alem. Mirë. Pyetja radhës thotë kështu, ose kemi telefonat? Regjia na bën me se kemi telefonat. Alo, urdhoni. Selam aleikum. Aleikum selam, urdhoni. Po ta më bëjë një pyetje. Po, veç urdhoni. Fal për akika për fëmijë. Po. Shembull, kur hin fëmia masove duhet me aprej apo është çdo 7 ditë që shokja? Veç për shërim, për gjeninë e fëmijës apo përgjithësi për fëmijën e keni fjalën? Jo, për gjeninë fëmijës tash e presni ne inshallah me dinë zot. Alhamdulillah, po. Tash për nipën e fjalën. Po te ja kena marrë ty, e na i kem shpe, po tash premja, do të kritë nusja shambon qatit, apo është 7 ditë që është kjo farë? Po, tash e hoxha për gjinë. Sakt. Faleminderit shumë. Aleikum selam, të më puna, veç. Aleikum selam, rahmetullah. Faleminderit për pyetjen, inshallah nipi vjen në këtë jetë me ymër dhe shëndet. Zoti e rujt ata dhe gjithë ata që janë nipat janë gëzim, që shpëtojnë gjysht më gëzim se veç fëmia. Akika është obligim për ata që kanë mundësi. Akika ka për qëllim thirrjen e 2 kurbanave, dele ose dash, për djalë e 1 për vajzë. Këtë qëllim e pa tasarimin, do të thonë 2 për djalë e 1 për vajzë. Lejohet mu thirr ditën e 7, 14, 21 dhe kështu me radhë. Nuk është caktuar vetëm 7-ën. Që do të thonë pyetja e fokusojmë atë për këtë. Nëse eventualisht nuk bëhen punë për ditën e 7, lejohet ditën e 14. Po nëse në 14 e njëri lejohet 21. Më rëndësishmë mu thirr akika, edhe mas disa viteve tjera. Tash ka raste kur dikush nuk ka ranet kur i kanë lindë fëmia. I ka bërë ranet mas do viteve, u thirr fëmijëve ran akika, po kemi raste këso. Tash do të thonë lejohet në ditë është mirë mu bëni ditë tek. Është mirë preferohet mu bëni në ditë tek. 7, 14, 21 edhe kështu me radhë. Po nuk do të thonë me bëve 7. Nëse bën me 7 është forma më e mirë. Po nëse nuk e bën, atëherë pa fije probleme e bën në ditë tjera. Allahu din më së miri. Domethënë mos më ngushtu që shkoj. Po shkoj 7 edhe vetëm pa thirr kurbanin. Kemi telefonata apo jo na bën me djerë gjithë se nuk kemi një shkurtë, vazhdojmë me pyetjen e radhës të dërguar me shkrim. A është mos respekt apo edhe arrogancë nëse falime në obor xhamis me syze në kokë ose vetëm në sy, drejt për drejt në sy, përfshirë edhe syze që i kemi me dioptri, por të cilat errësohen kur bin kontakt me diellin. Domethënë të dy janë pyetje 2 par lloj syzave. Syzat e dy, po edhe syzat e me dioptri. Për mi kry edhe kështu në sy drejt për drejt është fjala të dy llojet të pyetjeve. Për shqetësimi është mos respekt edhe është arrogancë se falime me to. Namazi edhe kryerja namazit don për neve përgatitje të plotë. Hymja në namaz, përgatitja para namazit. Pse ka ardhur përgatitja, domethënë që na me marrë vëmendjen vetëm për namaz. Me marrë avdes, me bo gati, me bo njetë edhe kështu me radhë. Rroba e pastërt, vendi ku falmi i pastërt, avdesi edhe gjitha këto, duke të shku në xhami, duke lutur, duke bu dua kështu me radhë. Këta këto për me hyrë namaz dhe më konë sa ma i përqendrueshëm. Sa ma i qëndrueshëm edhe sa ma me frikë respekt me fal namazin. Në rastin konkret ose në shumë raste tjera kemi problem me të ishat me figura për shembull që nuk po shpesh herë po na ndodhen për xhamia. Tash trit vera, domethënë trit po veshin me shorce edhe një pjesë e gjojve po del pjus zbulohet edhe kështu. Ose namazi dhe më konë sa ma i frikshëm dhe Allahut fuqiplot. Sa ma pedant, po jo me hi namaz pak si me arrogancë, pak si me bugjovan lëk nëse mu i me thonë, pak ma, po me hi namaz dhe me thonë i qetë, edhe me hi modest, edhe me hi duke pas frikën Allahut Azza wa Jall, nuk po thomë që është formë mirë që ajo, dhe me thonë me vënu kry syzat majet kërjes ose në gjashme, ose edhe në sy, dyqysh nuk është, tashmasi nuk është respekt me i fol njërit me syza,
Pikërisht, bash. Ose I heq, po. kush bart ka poqa, është mirë për respekti me hik kapelën e mi fol, apo prof? Ose me hik syze dhe mi fol. Tash nëse flet dikuj me syza, nuk tregon respekt. Tash njëtin e bojmë, njëtin krahasojnë se falmi me syza për Allahut fuqiplot. Pastaj gjithherë tema që na bëhet ose pyetja, a lejohet më fal në pijame, ata të sa për do pikë thon. Tash, a lejohet, po mirë. Domethënë shumë e thjeshtë që këtë na bethoj. Nëse dikush na vjen musafir, na troket të dhera, çu dalmi në bar. Çu dalmi të dhera. I dalmi çashtu. Po nuk e dalmi çashtu. Shpejt kimu vesh, pa kimu rregullu. Kimu kshyn pasqyre. Mos kine i gjon në trup, në fytyrë, edhe kështu me radhë, ai ki thjesht atë mirë. E sidomos kur na vjen musafir. Në raport me njërin. Tash llogarit në raport me Allahun fuqiplot. Pra ata kanë transmetuar prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ata kur kanë shkuar në namaz, për shembull ka qenë Ali radhiyallahu anhu që transmetojnë që i është prish fytyra. Është ka ndryshu për shkak të frikës që do delë për Allahut fuqiplot. Nëse secili prej neve ka që të ndjenjë. Tash në ndodhin në raste, unë e përmeni kanë herë edhe në xhami kur jemi edhe në. Tash dikush duhet ngjit, deri dera xhamis me duhan, u gjysën e tymit veçet e bën në xhami, gjysën e tymit e lën jashtë edhe që bapin bufë qet në bor xhamis. Domethënë me pas kujdes këto gjëra. Mirë, tash mos ta lëndoj, se po të më lëndu sa fillase pyetja ke shumë e qartë, po është mirë me hik syzat, edhe më kon sa më i afrum, sa më me frik respekt me fal namazin edhe më lidh para Allahut fuqiplot. Allahu edhe më së. E syzat me dy përri që vetërsohen. Nuk ka problem, nëse të pamërit është problem. Nëse nuk tuto që i grith ose diçka nuk ka problemi Milan. Se janë ty parë për nuk është obliguar për mos sharu, po. Po nëse e shoh shumë i hekën, nëse s'kam syza për veteve që shoh shumë i hekën, ose i qesin përpara, e ke vërejt? Tash e kanë përmes një thykë ose balli me ra mirë mu palu për tokë edhe huna në këtë rast. Nëse nuk e pengojnë, nuk prish punë. Po nëse e pengojnë, domethënë e lën pak më lart, atëherë është mirë me hek. Që po nëse ati edhe më koka gjatë namazit, mund më ka namaz natë, namaz taravive, pak më i gatë për shembull. Nëse ka problema, nuk ka nevojë me hek. Se nuk e ka për me një masi, e ka që ati i vyn edhe ka nevojë për to. Allahu din më së miri. Vazhdojmë me pyetjet e radhës të dërguara më shënë se nuk kemi telefonat. Për shembull presim gjithmonë në 3345 471 848, Viber e WhatsApp si dhe tek rubrika dërgo mesazh prap. Bëni telefonata ose dërgoni pyetjet tuaja me shkrim për temën ose për gjithçka që juve intereson, të zgjeroni njohuritë dhe aftësitë tuaja për Islamin. Selam aleikum thot, aleikum selam gjithmonë janë përgjigjet tona. Nëse udhtojmë mbi është pak e gjatë pyetja, po mundona me lexuar me kujdes, nëse ka nevojë ripërsërisim veç me udhën hakun përgjigjes. Nëse udhtojmë mbi 80 kilometra, nga sa rekatet i falim kur mbërrim në vendin ku kemi shkuar dhe çndruar disa ditë. Për shembull thotë kështu: Mëngjesën i kemi falur në Prishtinë dhe kohët tjera na kanë zënë në vendin ku kemi shkuar, në Ulqen ta zëm, si shembull. Nga sa rekate falin farzat atje dhe për sa kohë vlen rregulli, domthon i këtyre rekateve nëse qëndrojmë atje. Dhe kur kthehemi me njëherë pas kthimit, a vazhdojmë me fal rekatin vazhdojmë me fal namazin ose rekatet e namazit të udhëtarit kur jemi kthyer prej atje, apo e vazhdojmë me namazin si vendas tash në Prishtinë. Nëse ke qartë pyetja, namazi shkurtohet edhe bashkohet nëse jemi në udhëtar, apo 96 kilometra e kusur llogarit me musafir. Atëherë falet namazi 2 nga 2 edhe të bashkuar. Është mirë me i bashku në kohën e ikindis edhe në kohën e yatsis. Për shembull, ikindin drekën në kohën e ikindis, edhe akshamin në kohën e yatsis. Domethënë me i bashku dyjat, po nëse ndodh pe dyjave nuk prish punë. Nëse e fal ikindin edhe drekë bashkë, kohën e drekës nuk prish punë, edhe në asjeltas. Po nëse ke fal këtë rast, e ka përshkruar, e ka bërë shembull, e ke fal sabahin në Prishtinë. Mëngjesin në Prishtinë. Atë në momentin që më rrin në Tiranë, në Ulqen, në Durrës, pavarësisht ku, e fal me hukmin e udhëtarit, dispozita e udhëtarit. Domethënë namazet e bashkuara edhe namazet e shkurtuara. Po në rast se ka xhamia aty afër për shembull, në Ulqen, po them nëse do të më dalë në xhamia, atë i fal me ata tyit, nuk ka nevojë me i bashku. Po nëse ai do të më bashku, e ka të lejuar dhe asnjë problem nuk paraqet. I bashkon namazet edhe i shkurton namazet ai për kohën sa është në udhëtim.
2 javë, 10 ditë, 1 muaj, 3 javë, edhe kështu me radhë, përveç nëse zgjat shumë, ne ja 3-4 muaj, 2-3 muaj ditë edhe ngjashme, atëherë vazhdon me të aty se më nuk është musafir, nëse ka shtëpi të vetëm për Thash kur kthehet nga Olçini në Prishtinë në shtëpi e me vazhdon vazhdu me vendas. si vendas, Në domethënë momentin plot që namaz. vazhdon. Domethënë derisa është gjatë rrugës, Po, ai atë fal si tuftarit. udhëtar. Në momentin që vjen në shtëpi, ai fal si vendas. Allahu alem. Kemi telefonat, nëse së shkput. Jemi në linje me telefonuesin apo telefonuesen? Jemi në linje apo jo, regjia? Para regjia jonë, kushtrimi në bën me dije që kemi pak pengesë me sa duket në telefonatët ose pranimin e tyre. Ne vazhdojmë pyetjet me shkrim, po mundësisht që mos të humbim edhe telefonuesin ose telefonuesen. Lusim kudo kohë që është duke në provuar me në marrë në telefon, le të provoj përsëri. Hosh qysh me e kuptu më të qartë edhe më saktë hadithin e Muhamedit alayhis salam se njeriu do të jetë në botën tjetër me atë që e do. Kush përfshihet në ato që ne i duam për në botën tjetër? Krejt ata që i dua, që janë besimtar, edhe që janë musliman. Qëllimi është njeriu el mar'u ma'a man ahab, njeriu do të jetë në ditë gjykimit me ata që e don. Qëllimi është zemra me çka është lidh. Është lidh, domethënë zemra me çka është lidh. Domethënë ka vdek me ata që e don, në është ngjall me ata që e don. Tash ata që e dojmë, duke përfshi familjarët, shoqërinë, dashamirët, ata të cilët janë besimtarë dhe muslimanë, apo qëllimi është ky. Tash na mujmë dorë dikon të fesë tjetër, ose që nuk është besimtar, po nuk ke mundësi me ta më konë xhenet. Allahu na mundsov gjithëve më konë xhenet ya Rabb. Ne bof nasib xhenetit. Na ruajt nga dënimi dhe hidhrimi i tij. Përndryshe, me këtë ata që i dojmë, duke përfshi prindët e tanë, duke i përfshi njerëz të mirë, etj. Ata, ajeti ku Allahu në Kur'anin Kerim thot, ata të cilët besojnë edhe bëjnë vepra të mira, fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim, ata janë me ata të cilët Allahu i ka begatu, min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Janë me pejgambert, me profet, janë me shahid, janë me sinqeritet, janë me besnikët. Edhe sa shoqëri e mirë janë ata në ditën e gjykimit, domethënë në xhenetin e Allahut fuqiplot. Me gjithë ata që i dojmë ose krejt ata që i dojmë, inshallahu taala jemi me ta në xhenetin e Allahut fuqiplot. Dhe do t'i kërkojmë ata që i kemi dashur ose ata që i kemi njoft, çush transmetohet në hadithet e vërteta që Allahu xhalla xhelaluhu nga mëshira e tij e madhe që e ka, i thot banorëve të xhenetit, shkoni dhe kryeni zjarr. Ata që e keni njoft, nëse ka pak besim, pak iman, ftoni edhe le të vjen xhenet, edhe njeriu i fundit që hyn xhenet është ky. Allahu na e mundsoj dhe na e bof nasib xhenet. Allahumma amin. Kemi telefonuesin, kushtrim, kemi telefonuesin në linja, po jo, prap kemi probleme. Prap kërkojmë falë dhe presim që të na telefononi, po presim pak sekonda nëse është mundur që të mos nisim me pyetjen, pastaj të shkputemi. Të në vazhdojmë me pyetjen e radhës ose presim, jemi në linje, presim. Alo, urdhoni. Selam aleikum. Aleikum selam, urdhoni, jeni drejt për drejt. Po, e kam një pyetje, domethënë për namazin e yatsis. Po, urdhoni. E ngova një ditë një ta se të na jam bëjë mërisë e falët shumë vonë, një më e të diçka shkanë kohë e namazit yatsis, e tha me falë hadesh farzin e selat i vitën tha përfundon mirë, nuk e di sa është e vërtetë, unë i fali krejt, edhe sunetet edhe krejt nuk i lohe pa falë. Tamam, e qartë. A ki qartë E qartë, po. Po, në rregull dhe me, faleminderit. Pyetje tjera? Jo, veç i ta e kam. Në rregull, faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Faleminderit për pyetjen motën e nderuame. Tash për mos më ra ndesh me përgjigjen e hoxhës të nderuar që ka dhënë atë përgjigje. Normal që lejohet me falë veç farzën e salat e vitrin. Po jo me bot radit. Pra tash në raste nëse je shumë e lodhën, ose është shumë i lodhën, ose shkon në punë,
Tash është e vërtetë që yatsia në Gjermani, në Zvicër shkon shumë vonë. Besate na verës, për shkon 10:33 është e fundit, apo? Po unë është pa që është gati një orë më vonë, që dim na krejt. Kemi vllaznikur beqar, dashamir, njerëz tonë që janë atje. Mos me bë tradit me fal vetëm fazën e vitrin, salat e vitrin, po me vazhdu me tjerat, me sunete. Po në rast që vanohet shumë, duhet më ngrit herët për në punë, atëherë let mjafton me këto. Po kalon që e koha që është shtymi yatsia dhe vazhdon pastaj në gjendje normale. Po lejume është, nuk mund të thonë dikujt se ki yatsin tamam për shembull. Nëse se ka fal sunetin para farzit ose mas farzit. Amo jo me bë tradit. Pra ato që thirrën që e bëj unë si imam xhamia, si hoxhi i ri që jam, edhe pse na s'tas takon, po mos me bë tradit me fal vetëm farzin. Ka pej tash pej trive, pej njerëzve, pej besimtarve me shumë dashamirësi, me shumë vullnet mirë, me shumë kënaqësi, kur i shohim i kënaqshmi, po jo me bë tradit me fal veç farzin. Do të thonë namazi është namaz, suneti ka suneti është, do të thonë, vlerë e namazit, ka vlerën, ka dobin. Në këtë rast se e lën, ose ndodh në herë më kon shumë i lodhën e fal veç vetën. Në atë rast ka ardhur pyetime që e patëm pyetjen para prake. Ke muçu herët, ka zonë vonja, ke pas angazhime shumë. Lejohet, ama jo me bë tradit, me fal veç farzin edhe vetrin yasin, edhe salat e vetrin ose në këtë rast vitrin që i thojmë na. Allahu dhe në mas mire. Po lejume është. Allahu a'lam. Po përbilëm ndoshta me një pyetje të fundit, që ka shqetësim probleme familjar. Jemi thot martuar me qef, me burrin, por që kohëve të fundit më shkakton jo pak probleme, madje goxha dhe ato serioze, duke më shpërfill dhe duke më akuzu se mban kot për grua. S'kam grua me flet me ty, s'kam grua me të shy, s'kam grua me të mbath, thjesht nuk kam grua me cilën dua ta çaj jetën. Si të veprojnë këtë rast me burrin tim? Allahu e lehtësoft këtë gjendje. Elusë Allahun që të përmirësoj ata dy bashkëshortë, t'ju jep harmoni dhe mohabet në veti. Elusë Zotin që çdo familje e cila ka probleme, Allahu të largoj këto probleme, na jep dashni, na jep harmoni edhe mohabet ndërmjet veti. Secili bashkëshort edhe bashkëshorte, po këtë rast bashkëshort, duhet ta ketë parasysh përgjegjësinë që Allahu fuqiplot ja ka dhënë atij në raport me gruan e vet. Sjellja e mirë, butësia, urtësia, afërsia dhe gjithçka tjetër. Ajetet që i lexova në fillim kanë për qëllim për përgjithësinë apo të ligjëratën që e pata para pyetjeve. Mia pas frikën Allahut azza wa jall se i kemi emanet. I kemi emanet. Tash llogaritë amanetin, dikur më dhon amanet. Këtë lap se ki amanet, prof, me çun xhilan. Çaja filanit. Me çushja filanit. Një muhabetin që e patëm para misionit ose të ngjashme. Është çushërun amanetin. Amanet e kam. Me të dhon dikush 5 euro, amanet i ja harxhon, a blen ujë edhe një keks në shitor nuk e blen. Pse se janë amanet. Atëherë amaneti është amanet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njeriu më i mirë është ai që sillet mirë me familjen e vet, gruan e vet. Ka thënë unë jam ai më i mirë që sillem me gruan time. Domethënë ajete në pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në fund të hutbes së tij lamdomin se ka thënë wastausu bin nisa'i khaira, ka thënë ju porosis mos sill me gratë mirë. Edhe në shumë ajete Allahu na urdhnon që me gratë tona mos sill mirë. Janë amanet, kalon shtëpinë e vet, kalon babën e vet, nanën e vet, vllazët, familjen, edhe ka ardhur në shtëpinë e burrit, atëherë trajtimi duhet të jetë adekuat, trajtimi duhet të jeni duhur, me frikë ndaj Zotit fuqiplot, me duke po jo më trajtu tash sikur unë jam të majt ose unë jam të shpenzu për ty, ose pse po kush po burri ka obligim me majt gruan, jo gruaja burrin. E ka obligim, nuk e ka gruaja obligim me majt shtëpinë, në atë aspektin financiar. Gruaja ka obligim me eduku fëmin, me rrit fëmin, me majt pastërtin, me eduku fëmin që e patëm edukimi i fëmijëve, e ka për detyrë. Edhe temë kryesore patëm këto. Për ndryshe tjerat, i ka obligim burri. Nuk e ka për detyrë gruaja me dalë me punu. Se s'puna mjafton rroga. Ose nëse punon në rregull, nuk do më përzitash.
s'ke tema aty. Po nëse në këtë rast, përgjithësia ti është, nëse me trajtuar ose njëri të huaj është, njëri jetë është ai. Edhe diçka nuk ka më të vlefshme se diçka sa gruaja në jetën e në atë familje në shtëpi. Ajo është nëna e fëmijëve. Ajo është vajzë e dikujt. Ajo është motër e dikujt. E llogaritet trajtimin për ata gjithherë. Më pëlqejnë krahasimet që ose duhet të bëjmë krahasime për vete. Tu nis me vetes. Tu nis me vetes pra. Mirë. Qysh e trajton motrën tonë dikush? Nesër, qysh e trajton vajzën tonë dikush? Pra ata kur ka shku një ai shoku të pejgamberit sa më ka thonë lejo unë për imoralitet. Si ka thonë as jazik të kof, qysh bre kështu. Ka thonë a pajtohesh për nënën tonë? A pajtohesh për motrën tonë? A pajtohesh për këto për ato? Ka thonë është bë imoraliteti e gjunohi apo gjoja me urrësh me zemrën time. Atëherë ti llogaritë trajtimin që mund të ta bëj dikush nesër fëmijës tonë. Nesër motrës tonë. Pra ata le t'ja kemi tutën Zotit edhe frikën e Allahut fuqiplot, gratin amanet edhe duhet me trajtu me butësi, me urtësi, në rast që kemi edhe nuk ka mundësi pa pas ne mos pajtim, duhet me lshupe, edhe duhet me gjetë formën më të mirë edhe mundësinë më të mirë që ata më afru. Në rast, edhe pe përmbyllim me këto, dy bashkër kanë pas problem. Edhe i thot grusi thot meri teshat, edhe shko te familja, dhe më thonë edhe ajo, kur flen kë, e merr shtratin komplet edhe burrin e vet. Edhe kur qohet ai, e sheh veten që nuk është shtëpi vet, thot çka u bota të kërkon më, thot po nuk u marr. Po pse thot, po e ku marr sanin e më të vlefshëm që jeti. Nuk ka diçka më të vlefshme se sa burri edhe më të vlefshëm se sa gruaja. Atëherë le të tutën Zotit secili prej neve. Le të tutemi Zotit secili prej neve. Ta trajtojmë një tjetrin me butësi dhe me urtësi. Nëse nuk e dojmë një sjellje të saj, e dojmë një tjetër. Edhe nëse nuk e dojmë një sjellje tonë, e dojmë një tjetër. Edhe kështu vazhdon muhabeti, edhe lut Zotin për muhabet, edhe për bereqet dhe mirësi. Lut Allahun të na i fal lëshimet në vazhdimsi edhe me veçanti gjatë këtij emisioni. Gjithë ata që na kanë dëgjuar, edhe jo që prof edhe aksie nderuar ka jeni edhe ku jeni. Allahu i shpërbleft, ju dash begati dhe të mira. Nëse kemi gabu dikon, lut Allahun të na i fal lëshimet, na i fal kusuret. Zotin e los gjithherë në vepra të mira, edhe në punë të mira me na bashku, edhe me qenë afër një tjetrit. Aqulu qouli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Amen. Allah shpërbleft. Veç amin lutjes tuaj për të gjithë neve. Ne me kaq po përmbyllim për sonte, për të takuar sonte një javë të gjithë atyre që kemi mbet bashkë me përgjigje. Presim hoxhën e radhës, do të lexojmë pyetjet tuaja, do të mi presim telefonatat tuaja. Jo që ndroni me ne, ashtu siç ne jemi me ju 24 orë 7 ditë javës. Na dash Zoti i Himër, takohemi edhe sot një javë. Deri të selam aleikum dhe mirëmbëjtje.